Eksperti i teknologjisë, Tomi Kallanxhi ka qenë i ftuar së fundmi në emisionin Shqipëria Live, ku ka folur për reality show-n më të famshëm në vend, Big Brother VIP 4. Gjithashtu eksperti i teknologjisë ka folur edhe për dyshen më të përfolur të momentit, të cilët ndodhen brenda shtëpisë së Big Brother VIP 4, Gjesti dhe Egli Tako. I pyetur nga gazetarja Sidorela Gjoni se cili prej të dyve është më i kërkuar në Google, Egli apo Gjesti, eksperti i teknologjisë bëri një kërkim live dhe e zbuloi këtë fakt. Po bëj atë të 30 ditëve të fundit. Egli është shumë mirë në Vlorë dhe Berat. Kurse në të gjitha qytetet e tjera është Gjesti, tha ai.